Nga varësia prej alkoolit dhe substancave narkotike tek lufta e partneres së tij me kancerin, Kelly ka rrëfyer me slotësh betejat me të cilat është përballur në jetë. Në linjën e jetës, banori ka treguar luftën që kanë bërë kundër bashkëshortja dhe ai ndaj sëmundjes, ndërsa djali i vogël priste në shtëpi pa ditur se çfarë po ndodhte. Nusja ime është e sëmurë me kancer, u bë gati 3 vjet. Diagnostifikimi erdhi në mënyrë rastësore kur shkoi për të bërë një kontroll rutinë. Pasi e mori vesh si gjë, u bë operimi, hoqi edhe një pjesë të gjoksit. Çunin u detyruam ta linim në Tiranë. Isha vetëm me nusën, eksperiencë nga më të këqijat. Për të mos e mërzitur atë, shkoja dhe qaja vetëm në balkon kur kthehesha. Qeshja dhe e mbaja me gajret, i bëja gallat. Ishte shumë e vështirë sepse nuk e dinim çfarë drejtimi t'i jepnin. Çfarë kishim kursimet tona, gjithçka e shitëm. Ishte një nga ato periudhat që të bën të reflektosh për jetën, gjërat që kanë rëndësi. Pastaj u kthyem sërish në Tiranë. Na kishte marrë malli shumë për çunin. Deri para një viti i thoshte çfarë ke o ma, tu bë mirë krau, sepse i tham që mami ka vrarë kraun. Është prekur shumë sepse që kur kthehet në shtëpi, thotë të mos flas njëri sepse është sëmur mami, nuk është mirë. Është ditëlindja e parë pa mua, uroj të mos jetë mërzitur. Ka që në dhjetor që thotë se kam ditëlindjen, më thotë çfarë do të më bësh, çfarë do të më bësh. S'ka ditë që nuk e kujtoj, por kur e kujtoj më kap plogështia. Gjithsesi mundohem të mos e jap veten dhe kap ndonjë cep. Jam mësuar ta nis nga zero shumë herë. Ka diku te 7 vite. Kisha rënë në atë që mund ta quash depresion artistik, sepse nuk e dija çfarë po bëja. Shkoja në live 4-5 herë në javë. Alkooli dhe substanca të tjera narkotike u bën të pashmangshme. Kalova gati 2 vite. Përfundova duke u bërë konsumatori të dyjave, alkoolit dhe drogës. Erdha në një pikë ku duhet të zgjidhja, ta dua apo ta shkatroj jetën time. E pash edhe vetë që kisha nevojë për trajtim. Konsumimi i të dyjave ishte diçka që të prishte punë, familjen, shoqërinë dhe çdo marrëdhënie që mund të kesh me botën dhe realitetin. Kurimi zgjati gati 2 muaj dhe pas kurimit vijoi edhe 7 muaj të tjerë. U bë gati 7 vjet që jam esëll. Nuk kam vënë pik alkooli dhe droge në gojë. U jap si mesazh të gjithëve, fokusoni te gjërat që kanë rëndësi për ju në jetë. Fokusoni te familja te gjërat që u japin ngrohtësi dhe kënaqësi momentale. Nuk ka gjë më të bukur se sa të dëgjoj zërin e atyre të dyve kur zgjohem në mëngjes. Nuk ka gjë më të bukur. Uroj t'i kem bërë krenar, tha Kelly. Në fund të rrëfimit, banori është surprizuar nga bashkëshortja dhe i biri, i cili ka ditëlindjen. Së bashku kanë fikur qirinjtë e tortës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.